këtë edicion, kurse 17 gola në pjesën e dytë, dallimi është enorm. 2 herë ka mbyllur pjesën e parë me avantazh, 14 herë duke barazuar, 5 herë duke humbur Malisheva. E përmenda, nuk ka skuadër e pjesëve të para as pak. Qëmë se çfarë do ndodh tani në këtë ndërprerje pranë topit Bruti. Luan Shkurtaj, diçka e përgatitur kjo, Hazrollaj me goditjen. Shumë edhe një herë tjetër kjo e majt. Pas 10 minuta pushim deri kthehemi. Qëmë se si do shkoj kjo pjesë e 2, Dugagjini që ka e përsi 1-0 falë golit të Mërgim Pevqelit në minutën e 10 të duelit. Shumica ndeshjeve në Super League në këtë edicion janë fituar nga skuadra. Portieri Margono që tani do vendos murin e gjallë. Hazrollaj, në shtyllën e dytë argimi shumë mirë, Prekazi e këtë në qendër, Prekazi edhe njerë, qëmë se qëfar do të ndodhë këtu, Gjyljani në hyrje të zonës, të lovi e madhe Met Milaku. Me rezultatet momentale të Superligës, skuadra e Dugagjini del nga zona ftohtë e rënditjes, Suhareka do t'jetë e parë. Dugagjini, perfekt paraqitje Dieniti Sufit, si në mbrojtje, si në sul, një rol me fanellën Bardej Gjelbër. Mundësia për Malisheva në këtu, topi në zonë, qojmë rasti, vijon aksioni, qëfar ndërhyrje, qëfar. Njerë pasimi Gjyljani dhe më pas Hazrollaj, kjo është situata, Gjyljani ndjek aksionin deri në fund, por Erlis Gjemajli me një ndërhyrje, alla Maldini. Kontakti mes Hazrollaj dhe Margonos nuk duket se ka ekzistuar. Nuk duket se... Lëshojmë tani nga një kënd tjetër. Ky ka qenë momenti. Ndërhyrja Gjemajlit. Rëmpen topin Altin Aliu në posedim ai. Hazrollaj tani, Hazrollaj futët në zonë, Hazrollaj vjen goditja. Super pritje, Margono. Vijon të jetë 1-0. Hazrollaj, vjen arkimi i tij, nuk ka rrezik. Goal out. Nuk kam besim tjetër ku e ai i merr në skuadrën e tij për të shkëlqyer, një i tillë duket të jetë edhe Dieniti Sufit pak. Degazhon para tani Margono. Hazrollaj bukur pasimi i tij, çfarë rasti këtu, po reagon në mbrojtje, ka pasur edhe offside. Malisheva forcën kryesore ka pasur fillimin e pjesëve të dyta me 13 gola nga minuta e 45 deri në atë 75. I bëri ball Dugagjini kësaj. Arbër Pira e këtën topin brava për Ilir Avdylin.
Gati zëvendësimi tek Malisheva do t'jetë Ibrahim Sarvadiku që do inkuadrohet në lojë. Përveç tij edhe Fatjon Bunjo. Ndeshja 6 në të cilën do mbaj portën e paprekur Dugazhini këtë edicion nëse rezultati mbetet i tij. Pesë minuta deri në fund. Sarvadiku. Janë arkimi ti Margono. Jo fort I sigurt ka pasur offside gjithsesi, kështu që nuk do të blente goli edhe po të shënoj. Gjiliani gjen hapësirën, vjen krosimi I tij, Margono ka topin në duvar. Penalti për Feronikeli 74 në ndeshjen tjetër. Mund ta shihni në Sport 2. E mbyllë gjithçka, Dugazhini del fitues.